Përshëndetje, hajdeni në një ditë me mua në plazh. Kam marrë këtë çantën nga Back Smart, e cila është një organizator shumë i mirë dhe mendova që bashkë me këtë çantën të organizojmë gjithë ditën në plazh, gjithë ditën me mua, do të kalojmë pasditën edhe mëngjesin me familjen tonë dhe gjithashtu dhe me familjen e burrit që ka ardhur nga Gjermania. Kam dhe këto çanta të vogla që janë organizuesi më i mirë për mendimin tim, këto i kam pasur edhe në udhëtim dhe mendova që pse jo t'ju tregoj të gjithave dhe ju. Ka për këpucët, ka çanta të cilat bëhen të mëdha sepse hapet zinxhiri, mund të vendosësh brenda çfarë të doni dhe pastaj edhe t'i mbyllni dhe t'i bëni shumë të thjeshta për t'i paketuar, por mbi të gjitha për t'i gjetur prapë gjërat që donit. Kështu që unë kam marrë peshqir, i kam futur këtu në çantë, mora 2 peshqir, një për vete, një për Stefanin, që t'i shtrojmë pra në shezllone dhe pastaj mora edhe një palë shapka që t'i kisha atje për në det, ja ku janë këtu dhe i mbylla pra në këto organizuesit e vegjël si stash dhe mund t'i mbyllni prapë, pra t'i zvogëloni që mos ju zen shumë vend. Dhe çanta ka një mënyrë perfekte organizimi që t'i gjesh gjërat shpejt, ka edhe këtë ndarsen këtu për këpucë që mua më pëlqen shumë, gjithashtu siç e shikoni ka edhe këto vrimat tek pjesa e këpucës që ta ajrosen këpucët. Mua më pëlqen shumë dhe pastaj edhe mund ta mbyllni që ta keni të sigurt. Mora kremin e diellit, mora kremin e fytyrës dhe mora gjithashtu edhe më vonë edhe disa kremra të tjera për djalin. Dhe më pëlqen edhe shumë kjo pjesa këtu e ndarjes që mund të fusni laptopin, mund të fusni iPadin, mund të fusni këtë Nintendo siç e kam futur unë dhe gjithashtu edhe bllokun tim të shënimeve që për momentin është një bllok vizatimesh sepse kam harruar bllokun tim në shtëpi. Siç e shikoni janë super të ndara edhe pjesa e stilolapsave, e lapsave dhe çdo gjë është në vendin që i takon. Këtu te pjesa sipër pastaj kam vendosur kuletën time që ta kem më kollaj për ta nxjerr. Dhe nëse keni diçka që mund të humbasi, pra dhe për shembull monedat mund t'i vendosni te kjo pjesa e xhepit me zinxhir. Pastaj shumë e rëndësishme është edhe lodrat për Kianin sepse do qëndrojmë shumë gjatë në det, edhe ai duhet patjetër që të gëzohet dhe edhe të qëndrojë pastër, ja ku janë edhe letrat e lagura, domethënë çdo gjë ka vendin e duhur. Të qëndrojmë gjithashtu të hidratuar, mora një ujë sepse në plazh lejohej. Dhe kjo këtu është përfundimi i çantës time. Për ta pasur më të sigurt dhe pak më të mbledhur çantën, mund ta mbyllni me këto kapsa tanësore. Edhe janë nga të 4 anët, më duket edhe poshtë, edhe lart, edhe unë mendoj që është një çantë super për në pushime, kështu që hajde të ikim në plazh. E mora çantën, u bërëm gati, u vesha me këtë fustanin rozë dhe me kapelen, bashkë me kunatën, me vjerën, me fëmijët e kunatës edhe me Kianin u nisëm. Jemi në velipoj me pushime, unë nuk kisha qenë asnjëherë në velipoj me pushime, kam qenë vetëm një mbasdite për të parë velipojën me një mik, edhe më ka pëlqyer shumë, por që nuk isha qenë asnjëherë me pushime dhe më besoni që është lokacioni perfekt. Gjithashtu me këtë çantën, siç thash, mund t'i keni të gjitha gjërat me vete dhe u ndjem shumë mirë sepse si një mami që jam, mund të fus dhe të nxjerr gjëra rrugës pafund dhe mendoj që në pushime duhet një gjë super e rehatshme. Kështu që siç thash, unë i mora të gjitha gjërat edhe mendoj që nuk kam haruar asnjë gjë, paçka se si një mami, truri im nuk është se funksionon siç duhet gjithmonë. Gjetëm këtë barin këtu, beach barin super të bukur që mua më pëlqeu shumë se si ishte rregulluar me gjitha këto gjërat. Edhe mendova që mund të uleshim pak edhe të bëja disa shënime. Të nxjerrja edhe Nintendo pastaj dhe të luaja me nipat e Stefanit. Siç shikoni është shumë bukur, shumë rehat, edhe unë ula, ndërkohë që Stefani merre me familjen e tij me përkthim dhe gjithashtu edhe me djalin. Unë nxora Nintendon dhe me nipin e Stefanit tani do vazhdojmë të luajmë atë lojën tonë, në mënyrë që të dy të jemi të zënë. Ishte ndonjëherë shumë e vështirë kur je me të huaj sepse duhet të përkthej gjithë kohës dhe ka disa fjalë që nuk i përkthej dot sepse janë shumë specifike, qoftë në shqip, qoftë në gjermanisht, kur familja e burrit ka disa dëshira të ndryshme për të pirë që unë nuk e di as çfarë i thonë në shqip.
Kështu që ndonjëherë kam problematika me përkthimin dhe vështirësi, le të themi, me përkthimin, kështu që kërkova edhe menu anglisht. Paka shumë u morëm vesh edhe ishte shumë e thjeshtë pastaj në fund që të gjenim të gjithë nga një gjë që donim, sepse në këtë lokacionin këtu çdo gjë ishte aty dhe njerëzit ishin super të sjellshëm, ishin super të gatshëm për të ndihmuar, edhe nuk e di, po mbase njerëzit nga Shkodra më duket sikur janë shumë të kulturuar. Më shkruani nëse kam gabim. Dhe Lipoja ishte kaq e bukur me palma, me pemët, jeshillëk, ky qielli dhe ky dielli kaq i bukur e bënin akoma dhe më të bukur. Shititoria pastaj një mrekulli më vete, me bare, me restorante, me dyqane për të bler çdo gjë. Unë këtu vendosa që të blija disa lodra për rërën, pra për nipat e Shtefanit dhe gjithashtu për Kianin, edhe si thash, me çantën është super e thjeshtë të gjetë të gjitha gjërat. Që mora kuletën edhe kushtuan më duket 800 lek. Më duk pak normale shumë e tepruar si çmim, mirë po jemi në pushime, kështu që njerëzit në këto 3 muajt e verës mbase nxjerrin fitimin e tyre. Kështu që bleva çfarë mu desh edhe shkuam për në det. Nxjerra peshqirat nga aty ku i kisha paketuar dhe morëm këto shezllone, të cilat ishin me këtë dyshekun me sinqersh super të madh. Ishte shumë të rahatshëm. Ishin 700 lek, pra 7.000 lek të vjetra, 2 shezllone bashkë me çadrën. Ishte vërtet një çmim fantastik. E nuk e kisha parë kur për një plazh kaq të bukur dhe kaq të pastër, kaq familjar. Mbase tani që jam familjar, ka disa gjëra të tjera që i vlerësoj. Këtu kemi, si të thuash, edhe sandalet që mora me vete. I vesha sepse rëra nga që ishte nxehtë, nuk e di pse është e zezë rëra këtu, të lutem më shkruani në komente, është vulkanike apo pse. Kështu që më duhet patjetër që të vishja shapkat edhe të lyesha, sepse paçka se vrynte erë, siç e shikoni, sapo dilje në det ishte shumë nxehtë. Gjithsesi, nuk është e vështirë fare që të gjej të gjitha gjërat që më duhen tek çanta. Si kremrat, si për të luajtur, si telefona, si çdo gjë. Shkuam në det, siç e shikoni, Kiani është shumë i lumtur, i pëlqen shumë ujë, edhe nuk e di, mbase në një jetë tjetër do të qenë ndonjë peshk. Shikoni sa bukur i lëviz këmbët, deti ishte shumë i pastër, nuk e di, mbase nga që është qershor dhe akoma nuk kanë ardhur të gjithë njerëzit, mirë po ishte fantastik, i pastër, edhe pse ishte me rërë, po edhe rëra ishte super, nuk ishte ajo rëra super e imët, ishte kështu me guriçka të voçkla, po jo me guriçka të pakëndshme për këmbët, kështu që unë jam shumë e lumtur nga gjithë deti këtu. Shkuam pastaj për të ngrënë dhe shkuam tek Proper Pizza. Patjetër që i mblodhëm të gjitha gjërat shpejt në çantë, sepse nuk lam asnjë gjë tek shezlloni përveç një peshqiri, kështu që me çantën, siç që thash, ju tregoj në këtë vlog përveç ditës time dhe se si ta organizoni ditën tuaj në vetëm një çantë që ja u mban të gjitha gjërat dhe ja u mban të organizuar, pra Pizza Smart Pack. Siç e shikoni, këtu futa lodrat e Kianit, kështu që sapo fillua vi Kiani të ankohej, ja ku jam unë duke hapur xhepin direkt dhe kam gjetur atë që më duhet. Pizzat ishin shumë të mira. Unë kisha marr pizza me pul edhe me një salcë të bardhë që ishte shumë e mirë. Të njëjtën gjë kishte marrë dhe Shtefani, por me salcë barbecue. Hëngrëm, u kënaqëm, çdo gjë ishte super mirë dhe provuam edhe pizzat e njëri tjetrit, patjetër. Pasi mbaruam, ishte koha që të ktheheshim në plazh dhe ishte koha që unë të shkoja të merja edhe një kafe. Nuk e di pse, por çanta nuk e heq nga kurizi sepse kam çdo gjë që më duhet, kam dhe kuletën aty dhe shumë e thjeshtë që ta mbaj, shumë e thjeshtë që mos të kem gjëra në dorë. Pastaj ula 2 sekonda tek ky bicibari edhe nxora telefonin nga xhepi i çantës që të bëja disa foto, sepse është shumë e rëndësishme kur shkoj në pushime të kem sa më shumë kujtime, të nxjerr telefonin dhe të fotografoj çdo gjë që të bëj ato albumet e mia, të cilat janë shumë të rëndësishme për mua, në mënyrë që për çdo udhëtim të printoj një libër me foto dhe në fund të jetës time do ulem aty dhe ti shikoj dhe ti përjetoj edhe një çdo
moment që kam jetuar në çdo vend, në çdo pushime, në çdo kohë, në çdo moshë të jetës time. Mora një latte macchiato për vete dhe një latte macchiato për kunatën time. Ishin shumë të mira, shumë të freskëta dhe e shijova çdo gënjë që mora sepse ishte nxehtë, por dhe unë isha pak e lodhur nga nxehti, e keni parasysh kur është nxehtë, njeriu fillon edhe i bin fuqit, kështu që një kafe e ftohtë dhe jo shumë e fortë, siç është latte macchiato, ishte gjëja që më duhej këtu. Të gjithë ishin në det, vetëm unë dhe Stefani ishim duke ndenjur në shezllon, sepse kishim edhe Kian, i cili sapo u tha dhe nuk donim që të hynim edhe një herë në det. Kështu, shkuam në shtëpi, ndryshuam outfitet dhe edhe me outfit sportiv, edhe me outfit klasik, kjo çanta është ajo që më shoqëron gjithmonë. Menduam të shkonim në një vend për të pirë ndonjë koktejl, sepse ishim bërë bukur dhe dita ishte shumë e gjatë që të mbylleshim që tani në dhënë, kështu që u nisëm te ky kompleksi këtu ku jemi, ka vërtet shumë bare, shumë restorante, shumë vende ku mund të shijojmë edhe një koktejl. Është vërtet për të admiruar se si Velipoja i ofron të gjitha gjërat për të pasur tamam një turizëm, nuk e di, super. Dhe gjetëm këtë vendin këtu, na u duk shumë i bukur, nuk ishte direkt në det, por na u duk që ishte shumë i qetë, kështu që porositëm koktejlin tonë dhe ishte koha që të bëja edhe këto shënimet që unë bëj para se ta mbyll ditën, nëse i kam arritur të gjitha gjërat e ditës. Dhe sot patjetër që ishte për të bërë video për çantën, patjetër për t'ja treguar, sepse kisha kaq kohë që i kisha porositur që doja ta merrja si çantë organizuese dhe doja që t'ja tregoja patjetër në një ditë me mua me plazh, pra ishte një një video që doja ta bëja patjetër, që merrja juve me mua se si unë organizoj një ditë time dhe gjithashtu kemi edhe vlogun të cilin për pak e mbaroj, por edhe duhet ta editoj, kështu që shënova datën se kur më duhet mua që ta mbaroj këtë. Koktejli ishte shumë i mirë dhe unë kam shijuar të gjitha, bërëm një pak muhabet këtu. Jemi italiane. Me familjen e Stefanit dhe unë mora edhe disa ide për video, se ku dua t'i çoj ata që t'i tregoj këtë pjesën e veriut sa më shumë të Shqipërisë, patjetër duke ju përshtatur edhe fëmijëve. Paketuam çdo gjë që na duhej dhe u kthyem në shtëpi. Darka ishte shumë e mirë, sepse edhe fëmijët ishin shumë të qetë, kështu që unë do të shpaketoj tani pak Nintendo, do luaj një çik dhe Stefani është koha që të marrë ai detyrën e babit të ta vej djalin në gjumë, ndërkohë që mami po shijon ato minutat e saj në divan. Kështu, kjo është video, shpresoj që ju ka pëlqyer. Shihemi në videon tjetër dhe ju lutem më shkruani disa sugjerime se çfarë mund të vizitojmë ne nga këtu. Ciao!